Ai zgjohet çdo ditë para diellit, duke mbajtur mbi supe peshën e rritjes së bijës i vetëm. Mungesa që mbeti pas nuk u shpjegua kurrë dhe u shndërrua në një faj të heshtur. Por një e vërtet e fshehur për vite me radhë del në dritë në mënyrë të papritur. Dhe gjithçka që ai besonte për të kaluarën fillon të shembet. Nëse kjo histori ju ka tërhequr, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vijojmë, qyteti i Gjirokastrës me rrugicat e tij dredha dhe shtëpitë karakteristike prej guri, zgjoi atë mëngjes dhjetori në një qiell të ngarkuar me re të hirta që kërcënonin shi. Artan Gashi ecte me nxitim nëpër rrugën e pazarit të vjetër, duke mbajtur kutinë e tij të drekës prej alumini dhe një termos të vjetruar nga koha. Në moshën 35 vjeçare, fytyra e tij e regjur nga dielli dhe lodhja tregonte histori që goja e tij rrallëherë i zbulonte. Punonte si murator në restaurimin e shtëpive historike, një zanat që kërkonte forcë fizike dhe durim të pafund, cilësi që atij ju desh t'i zhvillonte jo vetëm në punë, por edhe në jetë. Kishin kaluar 2 vjet që kur Valbona ishte larguar. 2 vjet që kur ishte zgjuar një mëngjes të zakonshëm dhe kishte gjetur vetëm një letër mbi tryezën e kuzhinës, fjalë të paqarta për nevojën e kohës, se nuk mund të vazhdonte më, se ishte më mirë kështu. Artani i lexoi ato fjali aq herë sa i mësoi përmendësh pa dashje, çdo fjalë e gdhendur si një plagë e padukshme në gjoksin e tij. Ajo mori vetëm një valixhe të vogël dhe la pas një vajzë 5 vjeçare që ende pyeste se kur do të kthehej mami. Arta tani ishte 7 vjeç, me flokë gështenjë të lidhur gjithmonë bisht, një model që Artani kishte mësuar ta bënte duke parë video në celularin e huazuar nga fqinji. Sytë e vajzës, ngjyrë kafe dhe të thellë, mbanin një trishtim që asnjë fëmijë nuk duhet ta njihte. Ajo ishte e zgjuar, vëzhguese, nga ato që e kuptonin kur babai shtirej se ishte mirë, kur sforconte një buzëqeshje ndërsa shërbente darkën ose kur rinte zgjuar deri vonë duke parë tavanin e dhomës. Rutina e Artanit ndiqte një model të rrept që ai e ndërtoi si një mekanizëm mbijetese. Zgjohej në 5 të mëngjesit, kur qyteti ende flinte nën mantelin e agimit të ftohtë. Zgjuesi i vjetër binte me këmbëngulje derisa ai e fikte, por Artani rrallëherë kishte nevojë për të. Trupi ishte mësuar tashmë të zgjohej në atë orë, duke mbartur me vete anktin e heshtur të atij që e di se nuk mund të dështojë. Përgatiste një kafe të thjeshtë në sobën me 2 sy, duke përdorur kullesën prej lecke që i kishte takuar nënës së tij. Ndërsa u nxehej, shikonte nga dritarja e vogël e kuzhinës rrugët e zbrasta të Gjirokastrës, duke vëzhguar feneret e vjetër ende të ndezur që hidhnin hije të zgjatura mbi kaldrëmin e parregull. Ishin këto momente vetmje të mëngjesit kur mendimet e pushtonin pa leje. Vinte në dyshim zgjedhjet e tij, rishikonte bisedat e vjetra me Valbonën, kërkonte shenja që mund të kishin zbuluar atë që do të vinte. E zgjonte artën me kujdes, duke i prekur lehtë shpatullën, duke i përshpëritur mirëmëngjes me një butësi të studiuar. Vajza hapte syt ngadalë, gjithmonë pak e hutuar në sekondat e para, dhe Artani ndjente zemrën t'i shtrëngoi kur kuptonte se ajo kërkonte dikë që nuk ishte më aty. E ndihmonte të vishte uniformën e shkollës, i kopsiste bluzën me gishta të kalloqitur që kishin mësuar të ishin delikat, i akrite flokët me delikatesën e atij që ka frikë se mos thyen diçka të çmuar. Në fillim, modelet e flokëve i dinin shtrembër, plot me të meta, por me kalimin e kohës Artani mësoi duke parë video në celularin e huazuar nga fqinji. Duke memorizuar lëvizjet derisa duart e tij të mëdha të arrinin të bënin gërsheta të thjeshta dhe bishta të pranueshëm. Mëngjesi ishte i heshtur. Buk me gjalp, qumësht me kakao kur kishte para tepër, fruta nga pazari kur teto Zana i shiste më lirë në fund të ditës. Arta hante ngadalë dhe Artani vëzhgonte çdo lëvizje të së bijës, i vëmendshëm ndaj çdo shenje trishtimi apo nevoje që ajo nuk e shprehte me fjalë. E linte vajzën në shkollën e qytetit para orës 7, duke pritur gjithmonë derisa ajo të hynte plotësisht dhe t'i bënte me dorë nga dritarja e klasës. Ky ritual i përditshëm ishte i shenjtë për Artanin. Duhej të shihte se ajo ishte e sigurt se të paktën aty, brenda atyre mureve, Arta do të kishte disa orë normaliteti. Punonte deri në 5 pasdite në diellin përvëlues ose shiun e imët që karakterizonte dhjetorin në Gjirokastër. Duart i mbuloheshin me kallo dhe prerje të vogla që ai jo gjithmonë i ndjente më. Puna fizike ishte raskapitse, por Artani gjente në të një formë meditimi të dhimbshëm. Çdo tull e vendosur, çdo mur i ngritur, çdo restaurim i përfunduar përfaqësonte një fitore të vogël kundër kaosit në të cilin ishte kthyer jeta e tij.
E merrte të bien nga shtëpia e Teto Dritës, një zonjë 60 vjeçare që kujdesej për artën për një shumë që i përshtatej buxhetit të tij të shtrënguar. Teto Drita ishte e mirë, por Artani gjithmonë ndjente një therrje faji kur e linte të bien nën kujdesin e të tjerëve. Ktheheshin në shtëpi kur dielli tashmë perëndonte pas maleve, duke pikturuar qiellin me nuanca rozë dhe portokalli që binin në kontrast me arkitekturën karakteristike të qytetit. Atë pasdite dhjetori, ndërsa rregullonte portën e hekur të një shtëpie të vjetër në sheshin Qerqis Topulli, Artani ndjeu peshën familjare të vetmisë t'i shtrëngonte gjoksin. Krishtlindjet po afronim dhe qyteti fillonte të transformohej. Drita shumë ngjyrëshe vareshin në fasadat e shtëpive të vjetra, vitrinat e dyqaneve modeste shfaqnin dekorime të thjeshta, dhe atmosfera festive binte në kontrast mizor me zbrazëtinë që ai mbante brenda vetes. Arta e kishte pyetur një natë më parë nëse mami do të kthehej për Krishtlindje. Artani nuk diti çfarë të përgjigjej. Murmuriti diçka për dhuratën e babagjyshit dhe ndryshoi temë shpejt, por pyetja mbeti duke i bërë jehon në mendje si një kamban këmbëngulse. Elira Basha vëzhgonte gjithçka nga larg, nga dritarja e shtëpisë së saj modeste në të njëjtën rrugë ku banonte Artani. Ajo ishte 42 vjeç, nuk ishte martuar kurrë, jetonte vetëm në një shtëpi dykatëshe të trashëguar nga prindërit. Mësuese në pension për shkak të problemeve shëndetësore, Elira i kalonte ditët duke lexuar, duke u kujdesur për një kopsht të vogël dhe duke vëzhguar jetën që kalonte përmes perdeve prej dantele. Fqinjet e konsideronin të rezervuar, të edukuar, por të largët. Pak e dinin se ajo. Distancë ishte në të vërtet një mbrojtje, një barierë e ndërtuar gjatë viteve të zgjedhjeve të bëra nga të tjerët, të ëndrave të shtyra në emër të detyrimeve familjare që ajo kurrë nuk i vuri në dyshim derisa ishte tepër vonë. Elira e njihte Artanin vetëm si fytyrë para se Valbona të largohej. Shite çiftin të dilte të dielave, artën e vogël që kërcente mes tyre dhe ndjente një therrje ziliqare të heshtur për atë skenë të një familjeje të plotë. Pas ndarjes, filloi ta vëzhgonte më me vëmendje. Vinte re Artanin që kthehej vonë me artën duke fjetur në krah, shihte dritat e shtëpisë të ndezura deri në orët e vona, kuptonte raskapitjen në mënyrën se si ai ecte, me supet e kërrusura sikur mbante botën mbi shpinë. Ishte në një pasdite të zymt janari të vitit të kaluar kur Elira dëgjoi bisedën që do të ndryshonte gjithçka. Ishte në balkon duke pirë limonad kur zërat erdhen nga shtëpia ngjitur, ku banonte Teto Meliha, nëna e Valbonës. Dritarja ishte e hapur dhe fjalët përshkuan ajrin e nxehtë me një qartësi brutale. Ose e la të burr, ose unë i pres marrëdhëniet me ty për gjithmonë. Do të më fusësh në varr me këtë turp. Një vajzë e imja me një murator pa shkollë, pa të ardhme, që jeton në këtë qytet të harruar. Unë nuk të kam rritur për këtë. Elira njohu zërin e Teto Melihës, të ashpër dhe autoritar. Pastaj erdhi zëri i Valbonës, i dobët me të qara. Por mami, unë e dua Artanin. Arta ka nevojë për baban e saj. Dashuria nuk paguan faturat, Valbona. Je 28 vjeç dhe po e hedh jetën dëm. Unë tashmë të kam gjetur një punë në Tiranë, në kompaninë e kushëririt tënë. Do të fillosh një jetë të re. Kjo vajza është më mirë me baban e saj për momentin. Elira mbeti e paralizuar, gota e limonadës i dridhej në dorë. Donte të ndërhynte, donte të godiste murin, të bënte çfarëdo zhurmë që do të ndërpriste atë dhunë emocionale. Por mbeti e palvizur, dëshmitare e heshtur e një mizorie të maskuar si shqetësim amësor. Në ditët në vijim, Elira pa Valbonën duke qarë fshehurazi në obor, pa Teto Melihën duke dalë nga shtëpia me një shprehje fitimtare. 2 javë më vonë, Valbona u largua. Teto Meliha përhapi në lagje se e bia kishte gjetur një punë të shkëlqyer në kryeqytet dhe duhej të përqendrohej në karrierë. Askush nuk e vuri në dyshim. Artani mbeti vetëm me një fëmijë dhe një zemër të copëtuar. Elira e ruajti atë sekret si dikush që ruan një gur të rënë në xhep. Mendoi ta tregonte disa herë, inskenoi biseda imagjinare, por gjithmonë tërhiqej. Kush ishte ajo që të ndërhynte? Çfarë ndryshimi do të bënte? Valbona kishte bërë zgjedhjen e saj, apo nuk e kishte bërë? Vija midis zgjedhjes dhe detyrimit dukej aq e turbull. Muajt kaluan. Elira filloi të ndihmonte në mënyrë diskrete. Linte enë me ushqim të gatshëm në derën e Artanit me shënime anonime. Blinte fletore dhe lapsa me ngjyra për Artën, duke thënë gjithmonë se i kishin tepruar nga koha kur jepte mësim.
Ofronte ndihmë me detyrat e shtëpisë së vajzës kur takoheshin në rrugë. Artani pranonte gjithçka me një mirënjohje të ndrojtur, pa bërë pyetje. Atë dhjetor, gati 2 vjet pas largimit të Valbonës, Elira ndjeu se nuk mund ta mbante më sekretin. Shite Artanin të konsumohej në një faj të heshtur, duke murmuritur justifikime që askush nuk i dëgjonte, duke rishikuar biseda të vjetra në përpjekje për të gjetur momentin e saktë kur gjithçka u shem. Shite Artën gjithnjë e më të heshtur, duke ruajtur pyetje që nuk kishin përgjigje. Ishte në një pasdite veçanërisht të nxehtë kur Elira mori guximin. Artani po rregullonte gardhin që ndante oborret, duke ngulur gosht me një saktësi mekanike. Djersa i rrifte në fytyrë duke i njollosur këmishën e zbardhur. Arta luante me kukulla nën hijen e një fiku, duke krijuar dialog imagjinar që ia thyenin zemrën kujtdo që i dëgjonte. Elira përgatiti lëng vishnje të ftohtë, e hodhi në një kançelçi, mori 2 gota dhe eci drejt gardhit. Duart i dridheshin aq shumë sa lëngu lëkundej rrezikshëm. Artan, a mund të flas me ty? Ai ngriti syt, i habitur. Elira rallëherë niste biseda. Pastroi duart në leckën që mbante në xhep dhe i bëri shenjë me kokë që po. Solla pak lëng. Është shumë nxehtë. Artani pranoi gotën, falenderoi me zë të ulët dhe e piu me glënika të gjata. Heshtja mes tyre ishte e dendur, e ngarkuar me fjalë të pathëna. Elira shikoi Artën, u sigurua që vajza ishte mjaft larg dhe mori frym thellë. Duhet të tregoj diçka. Diçka që dëgjova shumë kohë më parë dhe që duhet ta kisha treguar më herët. Më fal që e kam ruajtur kaq gjallë. Artani rudhi vetullat, i hutuar. Elira shtrëngoi gotën mes duarve sikur të ishte një hajmali mbrojtëse. Bëhet fjalë për Valbonën. Për arsyen pse ajo u largua. Emri i Valbonës ende dhimbte si një plagë e hapur. Artani ndjeu stomakun t'i shtrëngoi, por nuk e largoi shikimin. Dëgjova një bisedë mes saj dhe Teto Meliës. Ishte disa javë para se ajo të largohej. Nëna e saj i bëri presion, e kërcënoi se do t'i priste marrëdhëniet, i tha se ti nuk kishe të ardhme, se ajo po e hidhte jetën dëm. I ofroi punë në Tiranë, i tha se Arta do të ishte më mirë me ty, nuk ishte zgjedhja e saj, Artan. Ishte imponim. Fjalët ranë si breshër mbi Artanin. Ai mbeti i palvizur, gota gati sa nuk i rëshiti nga dora. Ndjeu tokën të lëkundej, realiteti të riorganizohej në mendjen e tij si pjesët e një puzle që më në fund kishin kuptim. Zëri i Elirës vazhdonte i largët duke shpjeguar detajet që ai mezi i përpunonte. Ajo qante, Artan. Thoshte se të donte se Arta kishte nevojë për baban. Por Teto Meliha është nga ata njerëz që nuk e pranojnë jo si përgjigje. Manipuloi, kërcënoi, përdori dashurinë e bijës kundër saj. Artani ndjeu lot t'i digjnin syt, por nuk qau. Brenda tij, emocione kontradiktore luftonin për hapësirë, zemërim ndaj Teto Melihës dhe mshuri për Valbonën, lehtësim që e dinte se nuk ishte faji i tij, revolt që kishte besuar se ishte i pamjaftueshëm. Faji që kishte mbajtur për 2 vjet filloi të shpërbëhej, duke i lënë vend një dhimbje tjetër, më të thellë, më komplekse. Pse nuk ma the më parë? Zëri i Elirës u dridh. Kisha frikë. Frikë se mos i përkeqësoja gjërat, se mos ndërhyja aty ku nuk më takonte. E kam kaluar gjithë jetën duke i lënë të tjerët të vendosin për mua, Artan. Familja ime zgjodhi profesionin tim, zgjodhi ku do të jetoja, largoi njerëz që i doja duke thënë se nuk ishin të përshtatshëm. Kur më në fund u lirova, ishte tashmë vonë. E njoh kontrollin kur e shoh, por nuk pata guxim të veproja. Më fal. Artani. Shikoj Elirën dhe pa, për herë të parë, jo fqinjen e largët, por një grua të shënuar nga betejat e saj të heshtura. Pa dik që gjithashtu kishte qenë rob i pritshmërive të tjerëve, që e kuptonte dhimbjen e të jetuarit të një jete që nuk ishte e jotja. Faleminderit që ma the tani. Fjalët dolën të thjeshta, por mbanin një peshë të pamas. Elira ndjeu diçka të shkrihej brenda saj, sikur ai sekret i ruajtur të ishte një gur që më në fund mund ta lëshonte. Arta vrapoi drejt tyre, duke u treguar një lule që kishte këputur. Artani e mori të bien në krah, i puthi ballin e djersitur dhe për herë të parë në 2 vjet ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, ishte e mundur të rindërtojë diçka nga ato rënoja. Pasditja ra mbi Gjirokastër me ngjyrat e saj karakteristike portokalli. Hijet zgjateshin mes shtëpive të vjetra dhe në dritare filluan të ndizeshin dritat e para.
Artani ruajti veglat, e futi Artën brenda, por mendja e tij vazhdonte të sillej rreth zbulimit. Atë natë, pasi e vuri Artën në gjumë, Artani u ul në balkon me një filxhan kafe të vakët. Shikoi shtëpinë ngjitur, ku edhe Elira ishte ulur në balkonin e saj, duke parë yjet që fillonin të shfaqeshin në qiellin e errët. Shikimet e tyre u kryqëzuan për një moment dhe pati një mirëkuptim të heshtur, reciprok. Për herë të parë pas shumë kohësh, Artani nuk u ndje plotësisht i vetëm. Kishte dikë që e njihte dhimbjen e tij, që i kuptonte plagët e tij. Dhe ky mirëkuptim, sado e dhimbshme të ishte e vërteta e zbuluar, sillte një ngushëllim të çuditshëm. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Ditët pas zbulimit të Elirës e transformuan Artanin në mënyra që ai mezi i kuptonte. E vërteta e lironte dhe e burgoste në të njëjtën kohë. E lironte nga faji që e kishte mbajtur si një peshk të vdekur mbi shpinë, por e burgoste në një zemërim të shurdhër kundër Teto Meliës dhe kundër një sistemi që lejonte nënat të shkatëronin lumturinë e bijave në emër të pritshmërive sociale boshe. Artani vazhdonte të zgjojë në 5 të mëngjesit, mbante rutinën e rrept, por diçka kishte ndryshuar në shikimin e tij. Arta e vuri re, me atë ndjeshmëri fëminore që kap nuanca të padukshme për të rriturit. Një natë, ndërsa ai përgatiste darkën, vajza e pyeti nëse babai ishte i zemëruar. Artani ndaloi së përzieri fasulet në sobë dhe u ul në gjunjë pranë së bijës, duke i mbajtur duart e saj të vogla. Nuk jam i zemëruar, dashuria ime. Jam duke menduar. Ndonjëherë të rriturit duhet të mendojnë shumë për gjëra të ndërlikuara. Arta anoi kokën, duke analizuar fytyrën e të atit me seriozitet. Bëhet fjalë për mamin? Zemra e Artanit bëri një rrahje më shumë. Ai kur nuk e nënvlerësonte inteligjencën e së bijës, por habitej me mbretësinë e saj. Po, bëhet fjalë për mamin. Por nuk ke pse të shqetësohesh. Babi do të kujdeset për gjithçka. Vajza pohoi me kokë dhe u kthye të luante me lapsat e saj me ngjyra, por Artani mbeti aty në gjunjë për disa sekonda të tjera, duke vëzhguar atë fëmijë që mbante plagë që nuk i kishte shkaktuar. Duke paguar çmimin e vendimeve të marra nga të rritur egoist. Elira, nga ana tjetër, ndihej njëkohësisht e lehtësuar dhe e shqetësuar pas zbulimit të sekretit. Në ditët që pasuan, ajo dhe Artani filluan të bisedonin më shumë. Biseda të vogla në obor që zgjateshin, kafe të ndara në balkon, shkëmbime shikimesh që komunikonin më shumë se fjalët. Një pasdite, Elira përgatiti kek me miell misri, atë recetë të vjetër që e kishte mësuar nga ema. E çoi te shtëpia e Artanit, duke e gjetur në obor duke u përpjekur të rregullonte një biçikletë të vjetër që e kishte blerë në një treg gjërash të përdorura për t'i adhuruar Artës për Krishtlindje. Ai ishte i djersitur, i frustruar sepse zinxhiri nuk futej siç duhej. Mund të ndihmoj? Artani ngriti syt, pranoi pjatën me kek dhe buzëqeshi i lodhur. Sinqerisht, Elira, nuk marr vesh fare nga biçikletat. Mendova se do të ishte e lehtë ta rregulloja, por ky zinxhir duket se ka jetën e vet. Elira qeshi, një tingull i lehtë që i habiti të dy. Ajo rrallëherë qeshte. E vendosi kekun mbi tryezën plastike të oborit dhe u ul në gjunjë pranë Artanit, duke e ekzaminuar biçikletën me vëmendje. Babai im kishte një oficinë. Kam mësuar disa gjëra duke e vëzhguar. Më lër të provoj. Së bashku, punuan në biçikletë ndërsa dielli i pasdites krijonte hije të zgjatura në obor. Elira e rregulloi zinxhirin me duar të shkafta, duke shpjeguar çdo hap, dhe Artani vëzhgonte i magjepsur jo vetëm rregullimin, por edhe gruan pranë tij. Kishte tek ajo një delikatesë të përzier me kompetencë që e intrigonte. Arta mbërriti nga shkolla në atë moment, duke vrapuar nga porta me çantën në shpinë. Kur pa Elirën dhe baban e saj bashk, duke rregulluar biçikletën, syt i shkëlqyen. Teto Elira. Çfarë po bëni? Elira i buzëqeshi vajzës, duke ndier një val afeksioni të sinqertë. Po e ndihmoj babin tënd të rregullojë një surprizë. Por është sekret, dakord? Arta bëri shenjë heshtjeje me gishtin në buzë dhe vrapoi brenda shtëpisë, duke i lënë dy të rriturit sërish vetëm. Artani e shikoi Elirën me mirënjohje. Faleminderit. Për gjithçka. Për të vërtetën, për ndihmën që je këtu. Elira ndjeu faqet të nxeheshin. Kishte kaq shumë kohë që dikush nuk e falenderonte thjesht për ekzistencën e saj, për ofrimin e pranisë. Unë të falenderoj ty, Artan. Ti nuk e di sa shumë.
E kam kaluar gjithë jetën e padukshme, duke jetuar për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Të jem këtu, duke ju ndihmuar juve, më bën të ndihem e dobishme me të vërtetë për herë të parë. Fjalët mbetën pezull në ajër, të ngarkuara me kuptim. Artani kuptoi se të dy ishin refugjat të betejave të heshtura, të mbijetuar të manipulimeve familjare që u vidhnin të drejtën për të jetuar në mënyrë autentike. Nga ajo ditë, Elira u bë një prani e vazhdueshme në jetën e Artanit dhe Artës. Ndihmonte me detyrat e shkollës së vajzës, duke u ulur me durim pranë saj ndërsa Arta luftonte me problemet e matematikës ose përpiqej të mësonte përmendësh fjalët për diktim. Elira kishte durim të pafund, shpjegonte në mënyra të ndryshme derisa vajza të kuptonte, festonte çdo përgjigje të saktë sikur të ishte një arritje e madhe. Përgatiste darka të bollshme që i linte në derë kur e dinte se Artani do të kthehej vonë nga puna. Nuk ishin thjesht vakte të thjeshta, por vakte të bëra me kujdes, oriz kokër, fasule me erza të mira, mish i zier që shkrihej në gojë, sallata të freskëta. Artani gjithmonë gjente shënime pranë enëve, mesazhe të shkurtra që i ngronin zemrën e tij të lodhur. Që të hani mirë sot, e bëra me dashuri, ruani pak për drekën e nesërme. Ulej me ta në balkon në mbrëmjet e freskëta të dhjetorit për të biseduar për gjëra të vogla që dukeshin të jashtëzakonshme thjesht sepse ndaheshin me dikë. Flisnim për restaurimet që bënte Artani, për librat që lexonte Elira, për prapësitë e Artës në shkollë. Biseda pa nxitim, pa pretendime, që ndërtonin intimitet tull pas tulle, si muret që Artani ngrinte në punën e tij. Arta u lidh me Elirën në mënyrë të natyrshme dhe të plotë. E thëriste Teto me një afeksion të sinqert, i tregonte vizatimet që bënte në shkollë me krenarinë e atij që kërkon miratim. I kërkonte këshilla për miqësitë fëminore, për zënkat e kota në oborin e shkollës, për mësuesit që i konsideronte të padrejtë. Elira dëgjonte gjithçka me vëmendje të plotë, duke i vlerësuar ndjenjat e vajzës, pa i nënvlerësuar shqetësimet e saj, sado të vogla të dukeshin në sytë e të rriturve. Elira, që kur nuk kishte pasur fëmijë dhe që imagjinonte se e kishte humbur përgjithmonë shansin për të ushtruar amësinë, zbuloi një aftësi për të dashur që nuk e dinte se e posedonte. Çdo buzëqeshje e Artës shëronte diçka brenda saj, mbushte zbrazëti të vjetra me një butësi të re. Çdo përqafim spontan i vajzës ishte si balsam mbi plagët që ajo as nuk e dinte se i mbante. Për herë të parë në jetën e saj të rritur, Elira ndihej e nevojshme jo për detyrim familjar, por për zgjedhje reciproke, për afeksion të vërtetë. Artani vëzhgonte atë lidhje të rritej me ndjenja të përziera. Mirënjohje të pamas që Arta kishte gjetur një figurë femërore të dashur në jetën e saj, por edhe një therje faji që nuk arrinte të mbushte të gjitha hapësirat që mungesa e Valbonës kishte lënë. Ai ishte një baba i mirë, e dinte këtë, por gjithashtu njihte kufizimet e tij. Kishte aspekte të rritjes së një vajze që ai thjesht nuk i kuptonte plotësisht, dhe të shihte Elirën të plotësonte këto boshllëqe me natyrshmëri ishte njëkohësisht ngushëlluese dhe poshtëruese. Krishtlindjet po afronin me shpejtësi, duke sjellë me vete gjithë magjinë karakteristike të Gjirokastrës. Qyteti shndërrohej në një skenë magjepse me dritat e tij të varura mes shtëpive të vjetra, duke krijuar reflekse të arta në muret shekullore prej guri. Skenat e lindjes së Krishtit montoheshin në sheshet kryesore, figura balte të vendosura me kujdes të devotshëm. Provat e korit në kishat e vjetra mbushnin mbrëmjet me këngë fetare që i bënin njehon rrugicave të ngushta, duke u përzier me tingullin e kambanave të lashta. Shkolla e Artës përgatiste një shfaqje ambicioze për Krishtlindje dhe vajza kthehej në shtëpi çdo ditë duke kënduar këngët që mësonte në prova, duke ushtruar hapa të thjesht kërcimi para pasqyrës së vjetër të dhomës. Artani dhe Elira i shihnin këto shfaqje të improvizuara me një krenari të egzageruar, duke duar trokitur çdo lëvizje të ngathët sikur të ishte performanca më e shkëlqyer e parë ndonjëherë. Arta rezatonte lumturi në këto momente dhe Artani regjistronte mendërisht çdo buzëqeshje të saj, çdo të qeshur spontane, duke i ruajtur këto kujtime si antidot kundër ditëve të vështira. Ishte gjatë një prej këtyre provave që telefoni i Artanit ra. Ishte një numër i panjohur nga Tirana. Ai u përgjigj me zemrën që i rrite fort, një parandjenje që i ngjitej në përshtyllën kurrizore. Alo? Zëri në anën tjetër ishte femëror, hezitues, i ngarkuar me emocione të përmbajtura. Artan? Jam unë, Valbona. Bota ndaloi për një çast. Artani u ul rënd në karrigen e kuzhinës duke e mbajtur telefonin fort. 2 vjet heshtje të thyra nga ai zë që ende banonte në makthet dhe ëndrat e tij. Valbona.
Emri doli si një pëshertim. Ajo mori frym thellë para se të vazhdonte. E di që nuk kam të drejtë të telefonoj. E di që isha frikacake që ju braktisa. Por duhet të flas me ty, duhet të shpjegohem. Artani mbylli sytë duke kujtuar fjalët e Elirës. Presion, shantazh, frikë. Zemërimi që ndjente ndaj Teto Meliës nuk shtrihej plotësisht te Valbona, por dhimbja mbetej e gjallë. Nuk ke nevojë të shpjegohesh. E di çfarë ndodhi. E di për nënën tënde, e di që të detyruan. Heshtje e gjatë në anën tjetër. Kur Valbona foli sërish, zëri i saj ishte i mbytur në lodh. Si e di? Dikush dëgjoi. Dikush ma tregoi të vërtetën. Valbona filloi të qante me dënese të mbytura që përshkonin linjën telefonike të ngarkuara me faj dhe lehtësim. Doja të isha e fortë, Artan. Doja ta përballoja, të luftoja për ne. Por isha e dobët. Nëna ime ka qenë gjithmonë kështu, duke kontrolluar gjithçka, duke vendosur gjithçka. Kur ajo kërcënoi se do të më hiqte nga trashëgimia, do t'i priste marrëdhëniet, unë u panikova. Mendova se do të ishte e përkohshme, se do të arrija ta bindja me kalimin e kohës, por sa më shumë qëndroja larg, aq më e vështirë ishte të kthehesha. Artani ndjeu lot t'i digjnin syt. Zemërimi shpërbëhej në një mirëkuptim të dhimbshëm. Të dy kishin qenë viktima të Teto Meliës, të një sistemi familjar toksik ku dashuria përdorej si armë kontrolli. Dhe tani? Pse telefonove tani? Sepse koha po kalon dhe Arta po rritet pa mua. Sepse kuptova që nëna ime e ka gabim dhe unë duhet të rimarr jetën time, zgjedhjet e mia, sepse dua ta shoh vajzën time, Artan. Dua të kem mundësinë të shpjegohem, të kërkoj falje, të rindërtoj ndoshta diçka. Artani u ngrit, eci drejt dritares, vëzhgoi Artën duke luajtur në obor me Elirën. Vajza qeshte, një tingull i pastër që ai punonte çdo ditë për ta ruajtur. Ajo pyet për ty çdo Krishtlindje, çdo ditëlindje, sa herë që sheh një nën me një fëmijë në rrugë. Ajo ka nevojë për ty, Valbona. Por gjithashtu nuk mund të lejoj që ti të hysh e të dalësh nga jeta e saj sikur të ishte një lodër që përdoret dhe pastaj harrohet. Nuk e dua këtë. Dua të kthehem me të vërtetë. Dua të rifitoj familjen time, nëse më lejoni. I kam prishur marrëdhëniet me nënën time. Ajo nuk flet më me mua që kur i thash se do të kthehesha në Gjirokastër. Ju zgjodha juve këtë herë, Artan. Shumë vonë, e di, por ju zgjodha. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi me një intensitet mbytës. Një pjesë e tij donte ta mbyllte telefonin, ta mbronte Artën nga një zhgënjim i ri. Një pjesë tjetër, më e vogël por këmbëngulse, kujtonte se edhe Valbona ishte viktim, se ajo meritonte një shans për të riparuar atë që ishte thyer. Më lër të mendohem. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mua. Ka të bëjë me Artën. Duhet të bëj atë që është më e mira për të. E kuptoj. Por Artan, të lutem, mos më largo plotësisht. Më lër të provoj. Më lër të tregoj se kam ndryshuar, se kam mësuar. Ai premtoi se do të mendoj dhe e mbylli telefonin me duar që i dridheshin. Mbeti në këmbë në kuzhinë për minuta të tëra, duke përpunuar bisedën, kthimin e së kaluarës, mundësitë që hapeshin si plagë të vjetra që fillonin të pulsonin sërish. Elira e vuri re ndryshimin kur erdhi për darkë atë natë. Artani ishte i largët, i humbur në mendime që e konsumonin. Arta tashmë flinte dhe të dy u ulën në balkon nën qiellin e yllëzuar të dhjetorit. Çfarë ka ndodhur? Artani i tregoi për telefonatën, për Valbonën që donte të kthehej, për zgjedhjet e pamundura që duhej të bënte. Elira dëgjoi në heshtje, duke mbajtur një filxhan çaji që ftohej mes duarve të saj. Po ti? Çfarë ndjen ti? Artani pshertiu, duke kaluar duart nëpër fytyrën e lodhur. Konfuzion. Zemërim. Frikë. Shpresë. Të gjitha në të njëjtën kohë. Një pjesë e imja do ta mbroj Artën nga çdo dhimbje. Një pjesë tjetër e di se ajo ka nevojë për nënën, se e meriton këtë shans. Po ti, Artan? A e do ende Valbonën? Pyetja mbeti pezull në ajrin e ftohtë të natës. Artani vonoi të përgjigjej, duke kërkuar ndershmëri brenda kaosit emocional. E kam dashur. Thellësisht. Por këto 2 vjet kanë ndryshuar shumë gjëra. Nuk e di nëse ajo që ndjej tani është dashuri apo thjesht mall për atë që kishim.
Elira pohoi me kokë, duke fshehur dhimbjen që ato fjalë i shkaktonin. Në javët e fundit, ajo kishte kuptuar se ndjenjat e saj për Artanin e kalonin misin apo dëmshurinë. Ishte diçka më e thellë, më e frikshme. Por heshti, sepse e dinte se nuk ishte momenti. Cila do qoftë vendimi yt, Artan, mere duke menduar për Artën. Ajo është më e rëndësishmja në gjithë këtë. Ai ra dakord dhe ata mbetën në një heshtje meditative derisa i ftohti i natës i detyroi të hynin brenda. Por para se të ndaheshin, Artani i mbajti dorën Elirës për një çast. Faleminderit që je këtu. Që më dëgjon. Që kujdesesh për ne. Elira ja shtrëngoi dorën duke e ruajtur atë prekje si një thesar. Gjithmonë. Artani e kaloi natën pa gjumë, duke u rrotulluar në shtratin e ngushtë, duke u debatuar mes asaj që i bërtiste zemra e plagosur dhe asaj që i përshpëriste ndërgjegjja. U ngrit disa herë, shkoi në dhomën e Artës për të vëzhguar të bien duke fjetur me një shprehje paqësore të atij që ende nuk mban peshën e vendimeve të rriturve. Sa herë që shikonte atë fytyrë fëminore, Artani ndjente peshën e përgjegjësisë t'i shtypte gjoksin. Ai ishte gjithçka që Arta kishte, e vetmja konstante në një jetë të shënuar nga mungesat. Kur dielli lindi mbi Gjirokastër duke pikturuar muret e vjetra me nuanca të arta, Artani tashmë e kishte marrë vendimin e tij. Mori telefonin me duar që i dridheshin dhe i telefonoi Valbonës. Ajo u përgjigj në zilën e dytë, zëri i saj i angthshëm zbulonte se as ajo nuk kishte fjetur. Valbona, kam menduar shumë për atë që biseduam. Për dëshirën tënde për të parë Artën. Pati një heshtje të tensionuar në anën tjetër. Artani vazhdoi duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Do të lejoj ta shohësh. Por me kushte. Së pari, nuk do të vish duke premtuar gjëra që nuk mund t'i përmbushësh. Së dyti, nëse vendos të hysh sërish në jetën e saj, duhet të jetë për të qëndruar me të vërtetë. Asgjë nga ato shfaqet kur të teket dhe zhduket kur të lodhesh. Dhe së treti, kjo do të bëhet në kohën e saj, jo në tënden. Nëse ajo nuk do të shoh, ti do ta respektosh. Valbona dëneste në anën tjetër të linjës, një përzierje lehtësimi dhe mirënjohjeje. I pranoj të gjitha kushtet. Betohem për gjithçka, Artan. Kam ndryshuar. I kam prishur marrëdhëniet me nënën time plotësisht, kam lënë punën që ajo më gjeti, jam kthyer në Gjirokastër. Po jetoj në një apartament të vogël afër stacionit të autobusëve. Dua ta rindërtoj jetën time këtu, pranë jush. Artani ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Valbona ishte kthyer në qytet. Realiteti i kësaj ishte i frikshëm dhe i çuditshëm. Për 2 vjet e kishte imagjinuar këtë moment, por tani që po vinte, ndihej i papërgatitur. Atëherë do të bëjmë kështu. Të shtunën është shfaqja e Krishtlindjeve në shkollën e artës. Eja ta shohësh. Qëndro në fund, mos ju afro para shfaqjes. Lëre të shoh, ta përpunoj, të vendos nëse do të flas me ty pas shfaqjes, nëse ajo do, ju bisedoni. Valbona ra dakord mes lotësh. Ran dakord për detajet praktike, oraret, vendin e sakt ku duhej të qëndronte. Kur e mbylli telefonin, Artani u ul rënd në tryezën e kuzhinës duke pyetur veten nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur. Elira u shfaq pak më vonë duke sjell bukë të freskët nga furra. E gjeti Artanin me një shprehje të munduar duke parë fiks filxhanin e kafes së ftohtë para tij. Ajo i vendosi bukët mbi tryezë dhe u ul pranë tij duke pritur. E lash Valbonën të vi. Të shtunën. Në shfaqjen e shkollës. Elira ndjeu stomakun t'i përdridhej, por e mbajti shprehjen neutrale. E dinte se ky moment do të vinte, se Artani do të duhej ta bënte këtë zgjedhje, por kjo nuk e bënte më pak të dhimbshme. Bëre atë që mendoje se ishte e drejtë për Artën. Kjo është ajo që ka rëndësi. Artani shikoi Elirën duke parë dhimbjen e përmbajtur në sytë e saj edhe pse ajo ofronte mbështetje të pakushtëzuar. I mbajti dorën e saj mbi tryezë. Elira, dua që ta dish diçka. Këto muajt e fundit të kisha pranë, na ka ndryshuar jetën. Më ka ndryshuar jetën time. Ti solle dritë në një shtëpi që ishte në errësirë prej shumë kohësh. Dhe çfarëdo që të ndodh me Valbonën, kjo nuk e ndryshon sa shumë të vlerësoj, sa shumë rëndësi ke për mua dhe për Artën. Fjalët mbetën pezull në ajër, të ngarkuara me kuptime që asnjëri prej tyre nuk ishte gati t'i emërtonte plotësisht. Elira ja shtrëngoi dorën Artanit duke ndjer lotët që kërcënonin. Edhe unë ju vlerësoj.
Më shumë se sa mund ta shpreh. Java para së shtunës ishte e tensionuar dhe e çuditshme. Artani nuk i tregoi Artës për praninë e Valbonës në shfaqje, duke mos dashur të krijonte pritshmëri apo ankthe të panevojshme. Vajza e kuptonte se diçka ishte ndryshe, se të rriturit rreth saj mbanin sekrete të rënda, por e përqendronte energjinë e saj në provat e shkollës që intensifikoheshin. Elira qëndronte e pranishme, por Artani vinte re një melankoli të re në sytë e saj. Ajo ende ndihmonte me detyrat e Artës, ende përgatiste vakte, ende ulej me ta në balkon, por kishte një distancë delikate që nuk ekzistonte më parë. Artani donte ta qetësonte, por fjalët e duhura dukej se i iknin nga goja. Të enjten, ndërsa Arta flinte, ata ulën bashkë në balkon në një qiell të yllëzuar jashtëzakonisht të pastër. Heshtja mes tyre ishte e dendur, plot me gjëra të pathëna. Ke frikë nga e shtuna? Pyetja e Elirës ishte e butë, por Artani dëgjoi të gjitha shtresat e shqetësimit në të. I tmerruar. Nuk e di si do të reagoj Arta. Nuk e di nëse Valbona do ta mbaj premtimin. Nuk e di nëse po bëj gjën e duhur. Dhe ka edhe diçka tjetër që më tmerron. Elira u kthye drejt tij, duke pritur. Kam frikë se nëse Valbona vërtet ndryshon, nëse ajo vërtet do të rindërtoj familjen tonë, unë do të duhet të zgjedh mes të bërit atë që është më e mira për Artën dhe të bërit atë që zemra ime vërtet dëshiron tani. Elira e kuptoi menjëherë. E dinte se Artani po fliste për ndjenjat që po rriteshin mes tyre në mënyrë të heshtur por të pamohueshme. E dinte gjithashtu se ai kishte të drejtë për kompleksitetin e situatës. Artan, unë e kam jetuar gjithë jetën time duke u kontrolluar nga njerëz të tjerë. Duke bërë zgjedhje të bazuara në atë që prisnin nga unë, jo në atë që doja unë. Nuk do të bëj ty të kalosh të njëjtën gjë. Cila do qoftë vendimi yt, duhet të jetë i yti. I lirë nga faji, i lirë nga presioni. Ai e shikoi me mirënjohje të përzier me ankth. Po sikur të zgjedh gabim? Po sikur të lëndoj ty në këtë proces? Elira buzëqeshi me trishtim. Të duash gjithmonë sjell rrezikun e dhimbjes. Por të mos duash të jetosh me frikën e të ndjerit, kjo po që është garanci për trishtim të përjetshëm. E mësova këtë shumë vonë në jetë, por e mësova. Kështu që mos u shqetëso për mua. Shqetësohu për Artën, për atë që do t'i sjell paqe zemrës së saj. E shtuna zbardhi me një qiell blu dhe ajër të freskët, e përsosur për eventin e Krishtlindjeve. Shkolla kishte montuar një skenë të vogël në oborrin e jashtëm, të dekoruar me drita shumë ngjyrëshe dhe yje letre të bëra nga vetë fëmijët. Karrige plastike ishin vendosur në rreshta për prindërit dhe familjarët, dhe një skenë e lindjes së Krishtit e punuar me dorë zinte një vend të dukshëm pranë skenës. Artani mbërriti herët me Artën, e cila shkëlqente në fustanin e saj të bardhë të engjëllit, me krah kartoni të lidhur në shpinë me llastik. Elira i shoqëronte, duke ndihmuar për të rregulluar aureolën që këmbëngulte të binte nga koka e Artës. Fëmijët e tjerë vraponin nëpër obor në gjendje të ndryshme nervozizmi dhe entuziazmi, prindërit bënin foto me celular, mësueset përpiqeshin të organizonin kaosin me një durim në limin. Artani kërkoi Valbonën me sy, por nuk e pa fillimisht. U ul në rreshtin e tretë me Elirën pranë tij, zemra i rrite në mënyrë të çrregull. Arta u dërgua pas skenës me fëmijët e tjerë dhe zhurma e audiencës filloi të ulej ndërsa ora e fillimit po afrohej. Atëherë e pa. Valbona ishte në fund të oborrit, e mbështetur në murin e shkollës, praktikisht e fshehur pas një grupi prindërish më të gjallë. Veshur me rroba të thjeshta, flokët e lidhur bisht dhe edhe nga larg Artani mund të shihte se kishte humbur peshë. Sytë e saj ishin ngulur në skenë me një intensitet të dhimbshëm, duart e ndërthurura fort në prerë. Elira ndoqi shikimin e Artanit dhe e pa edhe ajo. Ndiu një therje të diçkaje që nuk donte ta quante xhelozi, por që dhimbte po njësoj. Valbona ishte e bukur, edhe pse e shënuar nga vuajtja e dukshme. Ishte nëna e Artës. Ishte e kaluara e Artanit që kthehej me forcë të plotë. Shfaqja filloi me korin e fëmijëve më të vegjël që këndonin këngë tradicionale të Krishtlindjeve. Arta u shfaq në aktin e dytë, duke përfaqësuar një engjëll që lajmëronte lajme të mira. Zëri i saj i hollë dhe i akorduar u dallua në kor, dhe Artani ndjeu krenarin t'i shpërthente në gjoks. E regjistroi gjithçka me celularin e vjetër, duart i dridheshin lehtë. Në mes të shfaqjes, Arta i hodhi sytë nëpër audiencë duke kërkuar të atin. E gjeti Artanin lehtësisht, buzëqeshi gjerë, i bëri me dorë në mënyrë diskrete.
Pastaj, shikimi i saj vazhdoi të lëvizte dhe ndaloi befas. Ajo pa Valbonën. Artani e kuptoi momentin e saktë kur Arta njohu të ëmën. Trupi i vajzës u ngurtësua, buzëqeshja u zhduk, e zëvendësuar nga një shprehje shoku total. Ajo mbeti e paralizuar në skenë për sekonda që u dukën si përjetësi, ndërsa fëmijët e tjerë vazhdonin të këndonin rreth saj. Një mësuese i pëshpëriti diçka dhe Arta filloi të këndonte sërish mekanikisht, por sytë e saj mbetën të ngulur te Valbona. Valbona, nga ana tjetër, nuk mund të ndalonte së qari në heshtje. Lotët i rrivnin pa kontroll nëpër fytyrë ndërsa vëzhgonte vajzën që kishte lënë pas. Shihte sa shumë ishte rritur Arta, sa ndryshe ishte, më e pjekur, më serioze. Çdo sekond ishte njëkohësisht një dhuratë e çmuar dhe një ndëshkim i dhimbshëm. Kur shfaqja mbaroi, fëmijët zbritën nga skena duke vrapuar drejt prindërve të tyre. Arta vrapoi drejt te Artani, i cili e mori në krah fort duke i puthur fytyrën disa herë. Elira i rregulloi krahët e shtrembër, e lavdëroi performancën me entuziazëm të sinqertë. Por Arta ishte e shpërqendruar duke parë mbi shpatullën e të atit drejt vendit ku Valbona qëndronte e palvizur. Babi, mami është atje. Zëri i Artës ishte i vogël, i hutuar, i ngarkuar me emocione që ajo nuk kishte fjalor për t'i emërtuar. Artani e uli vajzën në tokë me kujdes, duke u ulur në gjunjë për të qenë në nivelin e syve të saj. E di, dashuria ime. Ajo erdhi të shoh. Do të bisedoj me ty, por vetëm nëse ti do t'i vendos. Arta shikoi Elirën duke kërkuar një lloj lejeje apo udhëzimi. Elira buzëqeshi inkurajuese duke fshehur dhimbjen e saj. Gjithçka është në rregull, Arta. Mund të shkosh të flasësh me të. Vajza pohoi me kokë ngadalë dhe filloi të ecte në drejtim të Valbonës. Artani dhe Elira mbetën pas duke vëzhguar. Çdo hap i Artës dukej se mbante peshën e botës. Kur më në fund arriti pranë së ëmës, ndaloi rreth 1 metër larg, duke studiuar atë fytyrë që e njihte nga fotot, por që ishte bërë e huaj nga koha. Valbona u ul në gjunjë, duke u vendosur në nivelin e së bijës, duke respektuar hapësirën që Arta mbante. Përshëndetje, dashuria ime. Je rritur kaq shumë. Je kaq e bukur. Zëri i Valbonës dridhej. Arta nuk u përgjigj menjëherë, vetëm vëzhgonte me atë seriozitet shqetësues që fëmijët zhvillojnë kur duhet të përballen me situata të rriturve. Pse ike? Pyetja e drejt për drejt e goditi Valbonën si një grusht. Ajo mori frym thellë, duke kërkuar fjalë që të ishin të vërteta por të kuptueshme për një fëmijë 7 vjeçar. Sepse isha e dobët. Sepse i lash njerëzit e tjerë të vendosnin për jetën time. Sepse bëra një gabim të tmerrshëm dhe kalova 2 vjet duke u përpjekur të mblidhja guximin për t'u kthyer dhe për të kërkuar falje. Nuk më doje? Fjalët dolën pothuajse të padëgjueshme, por Valbona i dëgjoi qartë. Ndjeu zemrën t'i coptoi. Gjithmonë të kam dashur. Çdo ditë. Çdo sekond. Ika pavarësisht se të doja, jo sepse nuk të doja. Dhe kjo ishte gjëja më e keqe që kam bërë ndonjëherë në jetë. Arta e përpunoi këtë në heshtje. Pastaj, me brutalitetin e ndershëm të fëmijëve, pyeti, do të ikësh prapë? Valbona tundi kokën me forcë. Jo. Kur më? Mësova se asgjë nuk ja vlen nëse do të thotë të qëndroj larg teje. Kam ardhur për të qëndruar, nëse më lejon të bëhem pjesë e jetës tënde sërish. Arta mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj, ngadalë, bëri një hap përpara, pastaj një tjetër. Valbona qëndroi e palvizur duke e lënë të bien të kontrollonte ritmin. Kur Arta më në fund e arriti, e përqafoi të ëmën me ndrojtje, trupi ende i ngurë. Valbona e mbështolli me kujdes, sikur të mbante diçka jashtëzakonisht të brish që mund të thyej në çdo moment. Qau pa bërë zë, fytyrën e zhytur në flokët e së bijës që mbanin erë shampo fëmijësh dhe pafajësie. Artani vëzhgonte gjithçka me emocione kontradiktore që i shyenin gjoksin. Lehtësim sepse Arta po merrte shansin që meritonte. Dhimbje sepse kjo përfaqësonte ndryshime që ai nuk mund t'i parashikonte. Elira, pranë tij, shtrëngonte krahët fort duke luftuar me dëshirën për të vrapuar larg prej andej. Ritakimi ishte i shkurtër. Pas disa minutash, Arta u largua, shikoi të atin dhe Valbona e kuptoi sinjalin. Premtoi se do të telefononte, ranë dakord për një takim tjetër javën tjetër, dhe ajo u largua me hapa të ngadaltë, duke parë pas disa herë.
Artani e mori Artën sërish në krah. Vajza ishte e raskapitur emocionalisht, mbështeti kokën në shpatullën e të atit dhe qëndroi e qetë. Javët që pasuan ritakimin ishin një periudhë rregullimesh delikate dhe emocionesh komplekse për të gjithë të përfshirët. Valbona e mbajti premtimin duke u shfaqur për takime të planifikuara me kujdes me Artën, gjithmonë në vende publike dhe të sigurta. Shkonin në sheshin Qerqis Topulli për të ushqyer pullumbat, hanin akullore në akulloren e rrugës kryesore, ecnin nëpër rrugicat e pjerëta duke biseduar për gjëra të vogla që rindërtonin urat e djegura. Artani i vëzhgonte këto takime nga larg, i pranishëm por jo ndërhyrës, duke lejuar nënën dhe bien të rindërtonin lidhjen e tyre në ritmin e tyre. Shihte Artën të relaksohej gradualisht në praninë e Valbonës, shihte buzëqeshjen të kthehej në fytyrën e vajzës në mënyrë më të plotë, por gjithashtu vinte re konfuzionin që ajo mbante se si ti organizonte afeksionet e saj. Një natë, pas një takimi veçanërisht të gjatë në park, Arta e pyeti Artanin nëse mami do të jetonte sërish me ta. Pyetja erdhi ndërsa ai po e vinte në gjumë dhe e kapi Artanin plotësisht të papërgatitur. Çfarë do të doje ti, dashuria ime? A do që mami të jetoj me ne? Arta mbeti në heshtje për një moment të gjatë, balli i rrudhur në një përqendrim serioz. Dua që mami të jetë pjesë e jetës sime. Por dua edhe që teto Elira të vazhdoj të jetë këtu. Dhe nuk e di nëse mund t'i kem të dyja. Urtësia e atij fëmije 7 vjeçar e la Artanin pa fjalë. Arta kishte identifikuar saktësisht konfliktin që ai vetë nuk arrinte ta zgjidhte. I puthi ballin së bijës, murmuriti se gjithçka do të shkonte mirë, por kur doli nga dhoma mbante një peshë edhe më të madhe në gjoks. Elira e kuptonte distancimin në rritje. Artani ishte më i menduar, më i munguar, i bllokuar në dilema që ajo i kuptonte, por për të cilat nuk mund të jepte mendim pa u dukur egoiste. Filloi të përgatitej emocionalisht për mundësinë që Artani dhe Valbona të rindërtonin familjen e tyre, dhe se ajo do të duhej të kthehej të ishte thjesht fqinja diskrete e mëparshme. Ishte Teto Drita, zonja që kujdesej për Artën, ajo që më në fund detyroi një bisedë që të gjithë e shmangnin. Ajo e ftoi Artanin për kafe në shtëpinë e saj një pasdite të enjte, dhe kur ai mbërriti gjeti jo vetëm Teto Dritën, por edhe Elirën dhe, për habin e tij, Valbonën. 3 gratë ishin ulur në dhomën modeste, me shprehje serioze. Artani u ndje sikur po hynte në një prit dashamirëse. Ulu këtu, Artan. Duhet të bisedojmë. Teto Drita i tregoi një karrige dhe i shërbeu një kafe të fortë në një filxhan të vogël. Artani u ul i parehatshëm, duke parë mes 3 grave që përfaqësonin aspekte të ndryshme të jetës së tij të komplikuar. Ju shoh të gjithëve duke vuajtur sepse askush nuk ka guxim të thotë të vërtetën. Kështu që do ta filloj unë. Teto Drita e shikoi Valbonën me një shprehje të prerë. Ti gabove. Gabove rënd kur e braktise këtë familje. Nuk ka rëndësi që nëna jote të bëri presion, ti ishe e rritur dhe bëre një zgjedhje frikacake. Por gjithashtu shoh se po përpiqesh ta rregullosh se je kthyer me të vërtetë. Kjo vlen diçka. Valbona pohoi me kokë, duke pranuar fjalët e ashpra pa kundërshtuar. Teto Drita u kthye nga Elira. Dhe ti, bija ime, po vuan në heshtje sepse mendon se nuk ke të drejtë të ndjesh atë që ndjen. Por dashuria nuk respekton kronologjinë apo logjikën. Ti e do Artanin dhe Artën, dhe kjo është e vërtetë, pavarësisht se kur filloi. Elira u skuq thellësisht, duke parë duart në prerë. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt me atë rrëfim indirekt por të fuqishëm. Dhe ti, Artan, po përpiqesh t'i bësh të gjithë të lumtur dhe po e shkatëron veten në këtë proces. Kështu që do të them diçka që duket mizore, por është e nevojshme, ti nuk mund ta rindërtosh të kaluarën. Ajo që kishe me Valbonën vdiq kur ajo iku. A mund të lindë diçka e re në vend të saj? Ndoshta. Por nuk do të jetë e njëjtë si më parë. Artani hapi gojen për të protestuar, por Teto Drita ngriti dorën duke e ndërprerë. Më lër të mbaroj. Arta ka nevojë për nënën, kjo është e vërtetë. Por gjithashtu ka nevojë për një baba që është i lumtur me të vërtetë, jo thjesht funksional. Fëmijët e ndjejnë kur të rriturit po sakrifikojnë lumturinë për ta, dhe kjo kthehet në një barë që ata e mbajnë për gjithë jetën. Një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Pastaj foli Valbona, zëri i saj i vendosur pavarësisht lotëve në sy. Artan, unë erdha këtu sot sepse Teto Drita më kërkoi dhe më tha se duhej të isha e sinqertë për ndjenjat e mia kështu që do të jem.
Unë të kam dashur thellësisht. Ti ishe gjëja më e mirë që më ndodhi dhe të braktisja ty dhe artën. Më shkatëroi në mënyra që ende po i përpunoj. Kur u ktheva, një pjesë e imja shpresonte se mund të rindërtonim atë që kishim. Por këto ditë duke të vëzhguar ty dhe Eliren bashk, duke parë si e shikonin njëri tjetrin, si kujdeset ajo për artën, si ti ndriçon kur ajo vjen, kuptova diçka të rëndësishme. Ajo mori frym thellë, duke fshirë lotët që i rridhnin. Ti tashmë ke ecur përpara. Zemra jote tashmë ka zgjedhur dikë tjetër. Dhe kjo është në rregull. Më shumë se në rregull, është e drejtë. Unë nuk kam të drejtë të kthehem dhe të kërkoj që ti ta ngrish jetën tënde në të njëjtin trishtim ku e lash. Ajo që dua, ajo që po kërkoj, është leja për të qenë nëna e artës pa dashur të rindërtojmë martesën tonë. Mund të jemi prindër të përbashkët pa qenë çift. Për të mirën e vajzës son. Artani mbeti i paralizuar nga fjalët. Elira shikonte fiks filxhanin e kafes, duart i dridheshin lehtë. Teto drita vëzhgonte gjithçka me një shprehje të kënaqur të dikujt që drejton një operacion të nevojshëm emocional. Valbona, nuk e di nëse kam ecur përpara. E di që jam i hutuar, i friksuar, i humbur mes së kaluarës dhe së ardhmes. Elira më në fund ngriti syt, duke e parë Artanin me një guxim që ishte dashur vite për ta zhvilluar. Artan, ti nuk më detyrohesh asgjë. Unë hyra në jetën tënde kur ti ishe i thyer, ndihmova sepse doja, jo sepse prisja diçka në këmbim. Nëse vendos të provosh sërish me Valbonën, nëse kjo është ajo që do të sjellë paqe ty dhe artës, unë do të vazhdoj të jem mike, fqinje. Do të vazhdoj ta dua atë vajzë. Por gjithashtu dua që ta dish diçka. Ajo bëri një pauzë, mori frym thellë, tha fjalët që kur nuk e kishte imagjinuar se do të kishte guxim t'i thoshte. Unë rash në dashuri me ty plotësisht. Në mënyrën më të papërshtatshme dhe të papritur të mundshme. Rash në dashuri me burrin që je, me baban e përkushtuar, me personin e sjellshëm që vazhdon të besojë në mirësi edhe pas kaq shumë vuajtjesh. Nuk po të kërkoj të më zgjedhësh mua. Thjesht doja që ta dije të vërtetën, sepse kam kaluar shumë jetë duke fshehur ndjenjat e mia dhe nuk do ta bëj më këtë. Artani ndjeu diçka të këputej brenda tij, si një digë që më në fund i dorëzohet presionit të ujit të akumuluar. U ngrit, eci drejt Elirës, u ul në gjunjë pranë karriges së saj. Elira, kur Valbona iku, mendova se kur më nuk do të arrija t'i besoja dikuj. Mendova se do ta kaloja pjesën tjetër të jetës thjesht duke mbijetuar, thjesht duke përmbushur detyrime. Pastaj u shfaqe ti me lëng vishnje dhe të vërtetën që kisha nevojë të dëgjoja. Ti solle dritë në errësirën tonë pa kërkuar asgjë në këmbim. Më mësove se dashuria mund të jetë e butë, e ndërtuar ngadalë, e bazuar në respekt dhe zgjedhje të përditshme. Edhe unë rash në dashuri me ty kam frikë nga kjo, frikë se mos po bëj zgjedhjen e gabuar, frikë se mos lëndoj njerëz. Por e vërteta është se zemra ime tashmë ka zgjedhur, ashtu siç tha Valbona. I mori duart e Elirës mes të tijave, duke e parë në sy me intensitet. Unë të zgjedh ty, zgjedh të ardhmen që mund të ndërtojmë bashkë. Zgjedh lumturinë që ti solle në jetën time dhe në jetën e artës. Elira qau hapur dhe Artani e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Valbona vëzhgonte skenën me lotët e saj, por edhe me diçka që i ngjante lehtësimin. Teto drita pohoi me kokë e kënaqur, duke shërbyer më shumë kafe sikur sapo të kishte ndërmjetësuar një diskutim për motin. Tani që mbaruat me këtë marrëzi të shtirjes se nuk ndjeni atë që ndjeni, mund të filloni t'i zgjidhni gjërat me të vërtetë. Arta ka nevojë për të gjithë ju, secili në role të ndryshme. Valbona, ti je nëna. Elira, ti po bëhesh njerka, të pëlqen apo jo termi. Artan, ti vazhdon të jesh babai. Dhe unë vazhdoj të jem plaka që kujdeset për këtë vajzë ndërsa ju punoni dhe zgjidhni nga të rresat tuaja. Qeshën mes lotësh, një çlirim i tensionit të akumuluar për javë të tëra. E kaluam pjesën tjetër të pasdites duke biseduar për logjistikën praktike. Si të organizonin vizitat e Valbonës. Si ta prezantonin Elirën zyrtarisht si partneren e Artanit. Si t'ia shpjegonin gjithçka artës në një mënyrë që ajo të kuptonte se të fitosh më shumë dashuri nuk do të thotë kur të humbasësh dashurinë që tashmë ekzistonte. Krishtlindjet mbërritën me forcë të plot në Gjirokastër. Qyteti shkëlqente me dekorimet e tij dhe eventi kryesor komunitar i Krishtlindjeve mbahej në sheshin Çerçis Topulli.
Një skenë e madhe ishte montuar, tezga shisnin ushqime tipike, Kori përgatitej të këndonte dhe fëmijët vraponin të emocionuar duke pritur ardhjen e babagjyshit. Artani, Elira, Arta dhe Valbona shkuan së bashku, një familje e rindërtuar në një format jo tradicional por autentik. Arta kishte veshur një fustan të ri që Elira ja kishte bler dhe mbante duart e Artanit dhe Valbonës ndërsa ecnin me Elirën pas tyre që mbante çantën e vajzës plot me ushqime. Gjetën Teto dritën tashmë të ulur në një karrige pranë skenës duke ruajtur vende për të gjithë. Zonja vëzhgoi grupin që po afrohej dhe buzëqeshi me një kënaqësi amësore. Shfaqja filloi me një bandë frymore lokale, e ndjekur nga valle folklorike dhe këngë krishtlindjesh të kënduara nga një kor me zëra të fuqishëm. Arta shikonte gjithçka me sy që i shkëlqenin, duke thithur magjinë e festës. Artani dhe Elira ishin ulur krah për krah, duart e tyre të ndërthurura në mënyrë diskrete. Valbona ishte në anën tjetër të Artës dhe kishte paqe në fytyrën e saj, një pranim i sinqert i rolit të saj të ri. Në mes të festës, Arta u kthye nga Artani dhe i përshpëriti, "Babi, tani unë kam një familje shumë të madhe, apo jo?" Artani buzëqeshi, zemra i shpërtheu nga dashuria. "Po, dashuria ime. Dhe çdo person këtu të do shumë." Arta mendoi për këtë, pastaj pohoi me kokë e kënaqur dhe u kthye të shihte shfaqjen. Në atë moment të thjesht, Artani kuptoi se lumturia nuk vinte nga konfigurime të përsosura apo të miratuara nga shoqëria. Ajo vinte nga ndershmëria, nga njerëzit që zgjidhnin të qëndronin edhe kur do të ishte më e lehtë të largoheshin, nga dashuria e shprehur në veprime të vogla, por të qëndrueshme të përditshme. Gardi që Artani kishte rregulluar muaj më parë në fillim të këtij udhëtimi tani simbolizonte jo ndarjen, por mbrojtjen e një shtëpie të rindërtuar. Shtëpia që ishte shënuar nga mungesa ishte bërë një hapësirë të vërtetave të guximshme dhe afeksioneve të shumëfishta. Elira nuk e kishte zëvendësuar Valbonën, ashtu si Valbona nuk ishte zhdukur nga jeta e Artës. Të dyja zinin hapësira të ndryshme, por po aq të rëndësishme në zemrën e asaj vajze. Kur kambanat e kishave të vjetra filluan të binin duke lajmëruar ardhjen e mesnatës së Krishtlindjeve, Artani shikoi përreth njerëzit që donte. Valbona bisedonte me Teto dritën për planet e vitit të ri. Elira i rregullonte Artës pallton që i kishte rëshitur. Arta qeshte me diçka që i kishte thënë një shoqe. Ai e kishte filluar atë vit i thyrë, vetëm duke mbijetuar. E përfundonte i transformuar, jo i shëruar plotësisht sepse disa plagë nuk mbyllen kurrë plotësisht, por i aftë të ishte sërish i lumtur. I aftë të donte sërish. I aftë të besonte në shanse të dyta, të treta, në aq shanse sa ishin të nevojshme për të ndërtuar diçka të vërtetë. Krishtlindjet në Gjirokastër shkëlqenin me dritat e tyre të lashta dhe traditat e ruajtura, por brenda zemrës së Artanit kishte një dritë të re, një shpresë të përtërirë. Ai i mbajti dorën Elirës më fort, e tërhoqi Artën në një përqafim dhe i bëri me dorë Valbonës me një mirënjohje të sinqertë. Ata nuk ishin një familje e përsosur. Ishin një familje reale, e ndërtuar përmes dhimbjes, të vërtetës dhe zgjedhjeve të guximshme. Dhe kjo ishte më se e mjaftueshme. Dëbora artificiale binte mbi shesh duke simuluar një dimër të pamundur në klimën mesdhetare, fëmijët vraponin duke qeshur duke u përpjekur të kapnin flokët e polisterolit dhe Kori këndonte për paqe në tokë dhe vullnet të mirë mes njerëzve. Artani mbylli syt për një moment duke regjistruar atë ndjesi, atë çast kënaqësie të plotë. Kur i hapi sërish, Elira po e shikonte me një buzëqeshje të butë. Ai u përkul dhe i puthi ballin me delikatesë, një premtim i heshtur për të ardhme të përbashkëta. Arta, duke vëzhguar, buzëqeshi me dijeni dhe u kthye të luante me miqtë e saj. Kishat vazhdonin të binin kambanat e tyre, Kori këndonte për shpresë dhe për të rritje, dhe në atë qytet të vogël historik të Shqipërisë, një familje e rindërtuar festonte jo vetëm Krishtlindjet, por edhe guximin për të rifilluar edhe kur gjithçka dukej e humbur. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Elirës, Valbonës dhe Artës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të rindërtimit familjar, faljes dhe dashurisë në format e saj më të ndryshme, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. A besoni në shanse të dyta? A keni kaluar momente rifillimi në jetën tuaj? Ndani historitë tuaja me ne. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se familja mund të ndërtohet në mënyra të papritura dhe se dashuria e vërtetë jo gjithmonë ndjek skenare tradicionale.
Ju presim në episodin e ardhshëm.